Shumë njerëz që Allahu i ka ngritur në momente të caktuara, kanë parë që nuk kanë qenë më aty ku mbahen mend, pra për pikën e tyre më të lartë. Edhe kam menduar, subhanallahu, kam thënë si e çuditshme është puna se si në jetën e kësaj bote çdo gjë e cila ngrihet për lart, pra ajo diagrama që ngrihet për lart ka një pikë maksimale ku arrin. E më pas fillon gjithçka në këtë botë. Ka një pikë kulminante dhe pas asaj pike kulminante ka rënien e saj. Vetëm Allahu Dhul Xhelal që është nuk ka fillim e nuk ka mbarim. Pra gjithçka tjetër që Allahu ka krijuar arrin një lloj kulminacioni. Dhe pastaj bie. Shikon te kafshët, te bimët, te toka, te ujërat, te liqenet, te lumenjt, po është se kanë një cikël shumë herë më të gjatë se sa ne, disa prej tyre, ama kanë pikën e tyre dhe pastaj fillon gjithçka. Edhe kam parë të njerëzit shumë kanë, çdo njeri ka atë rrugtimin e tij, edhe atë ka ato momentet apo çastet ku ai shkëlqen. Dhe pastaj fillon bie. Edhe nganjëherë këto shkëlqimet apo këto sukseset e mashtrojnë njeriu. Madje prej problemeve të mëdha është se njeriu fillon të mendojë se sukseset apo arritjet e tij në jetë i ka nga vetja e tij. Edhe Allahu na sjell shpesh këto lloj historish për të na bërë neve të kuptojmë që asgjë që ne e kemi nuk e kemi nga vetja jonë. Dhe na sjell historinë e Karunit. Pra një foshnjë, një jetim që i mbijetoi një mbytje, pra mbytje sa anijes, doli në breg, jetim, mund të vdiste. Allahu kujdes për të. Shkoi tek një familje e cila kishte financa të mira. Kaloi koha, Allahu i dha fuqi, i dha financa të mëdha dhe thuhet që kur kalonte karavani i tij mbanin me vete burra me vete çelësat e kasafordave të pasurisë. Pra imagjino çfarë pasurie kishte. Atë i pasur që ka qenë. Mbanin çelësat e kasafordave. Pra dhe çelësat kishin nevojë për burra që të mbahesh. Dhe lema pasuria. Po, dhe tha unë e kam këtë nga vetja ime. Pra unë e kam këtë nga vetja ime. Unë jam i forti. Ja atribuoj gjithë të sukses të madh vetes tij. Edhe në këtë kontekst njeriu gënjehet nga sukseset. Gënjehet. Dhe fillon t'i atribuoj vetes tij sukseset. Dhe unë nuk kam pikën e dyshimit që ka njerëz në botë që janë jashtëzakonisht më të talentuar se sa unë apo se sa shumë të tjerë, po që Allahu ka caktuar për ta që t'jenë diku tjetër. Dhe ata ndoshta bota nuk i njeh aftësitë e tyre apo talentin e tyre, po që padyshim talenti i tyre është shumë herë më i madh se sa një talent që ne njohim. Po Allahu e ka caktuar për ta që ata të jenë aty. Dhe po siç e kam bindje këtë, kam bindjen që të gjithë njerëzit e suksesshëm brenda vetes së tyre e din fare mirë në zemrën e tyre që suksesi i tyre nuk është për shkak të përpjekjeve të tyre, po është për shkak të disa rrethanave dhe shkaqeve që kanë ndodhur shumicën e rasteve, jo për shkak të fuqive të tyre që i kanë sjellë ata në ato pozita që ata janë. Pavarësisht se mund të gënjejnë dhe mund të dalin përpara njerëzve apo publikut dhe thonë që unë u përpoqja, këto motivational speaks kam ndonjëherë net pa gjumë, punoja kaq, unë se di si flet ti 8-9 orë, do të flesh 3 orë, ti je produktiv, dalësh, që gënjeshtra. Padyshim që ka sebeb, përmendin dietarët që është sebeb, pra është prej arsyeve apo prej shkaqeve të shtimit të rrezikut përpjekja e njeriu, që njeriu të shtojë përpjekjen e tij, po në mënyrë absolute suksesi nuk ka të bëjë me përpjekjet e tua. Se shumë përpjekje tjera kanë dështuar. Miliona, miliarda përpjekje kanë dështuar, madje përpjekje dhe më të talentuara, ndoshta dhe në dukje, në kohën e duhur, po Allahu s'e ka caktuar që ato të jenë suksesshëm. Dhe e kam bindje që çdo njeri i suksesshëm, qoftë në botën e biznesit, sportit, politikës, kudo e ka bindje në zemrën e tij dhe e di, pavarësisht se mund ta gënjej veten, edhe gënjen edhe të tjerët, që arsyeja pse ai është në pozitën që është nuk është për shkak të përpjekjeve të tij. Sepse nuk ke kurse si mundësi ti të përpiqesh për të arritur diçka nëse Allahu nuk e ka caktuar ti të jesh aty. Është e pamundur. Allahu është ai i cili
i hap dyert e shumë mundësive që të krijohet ty ajo atmosfera e duhur që ti t'jesh diku. Në të kundërt përpjekja jote është një sebeb shumë i vogël. Edhe unë e marr shpesh herë shembullin e Musait alayhis salam. Shpesh herë që u qa deti, nuk u qa se goditi Musai alayhis salam me shkop. U qa se Allahu donte që ai të qaj. Po qa donte Allahu prej Musait? Sebebin. Një sebeb, shkopi. Një sebeb, përpjekje. Dhe e bukura, domethënë, ajo çka është më gjepsëse tek dietarët e Islamit se si studiojnë dhe detajet e ndodhive të historive të profetëve, është se ata marrin detajin kur Musa i kaloi nga ana tjetër e detit për ta mbyllur detin e goditi sërish me shkop, po nuk u mbyll. Pra kjo tregon që jo se ne nuk e dim dhe nuk e kuptojmë, po thjesht për ta rikujtuar që kujdes se nuk e hapi shkopi detin, e hapi fuqia e Allahut. Pra kalove nga ana tjetër e godit, po s'mbyllet. Sa ajo do mbyllet me fuqinë e Allahut. Prandaj këtë e kam bindje dhe e di që Allahu nëse e ka caktuar për ty që ti jesh i suksesshëm, do jesh i suksesshëm, nëse nuk e ka caktuar për ty, padyshim që ajo që ka caktuar për ty është më e hajrit për ty. E duhet të jesh i kënaqur me caktimin e Allahut. Alhamdulillah.